falenderojmë Allahun, salavat dhe selam e dërgoj Muhammed a.s. Zoti na bashkoi në xhenet ashtu siç na ka bashkuar sonte në këtë vend. Zërioni për nesh, mi po disa dietar bashk, qoftë edhe me një foto, është kurreshtar çka janë duke fol me njëri tjetrin, çka janë duke bisedu, çka i thonë njëri tjetrit. Kurreshtja e njerëzve. Për arsye se kim parasysh janë në niveli më të lartë, më dishëm, më devotshëm e kështu me radhë. Mirë po, këtë enigmë në zgjidh pak a shumë njëri prej dietarëve Ibn Abi Dunya. Në librin e tij El Ikhlas, sinqeriteti, e përmend edhe me zinxhir dete Ibn Ubejdillah El Jazari. Thotë se dietarët në kaluamën flet për gjeneratat e para. Kur e kanë taku njëri tjetrin, e kanë këshillu me këto fjalë. Po edhe nëse kanë mungu, se kanë po më të njëri tjetrit, ata çka kanë bë? I kanë shkruar njëri tjetrit dhe e kanë këshillu me këto fjalë. Tash, flet për gjeneratat e para, flet për dietarët, qysh e kanë këshillu njëri tjetrin. Fjalë shumë domethënëse, fjalë tarta. Ai i cili e përmirëson, ai i cili e rregullon anën e tij të brendshme, Allahu ja rregullon anën e tij të jashtme. Ai i cili rregullon të brendshmen e tij, Allahu ja rregullon të jashtmen e tij. Ai i cili rregullon raportin e tij me Zotin, Allahu ja rregullon raportin e tij me njerëzit. Ai i cili preokupohet, përgatitet për botën e ardhme, Allahu i mjafton për këtë botë. Qështu vëllezër nderuam e kanë këshillu dietarët në të kaluamën njëri tjetrin. Secila prej tyre porosive meriton një trajtim të veçantë. Mirë po, shkurtimisht. E para, ai i cili preokupohet me punët e zemrës. Në fillimisht do të me pas parasysh, që është na thot pejgamberi alayhi salatu wasalam se Zoti nuk shikon fizionomin tonë, as pasurinë tonë, po çka shikon zemrat tona dhe veprat tona. Do të jenë sinqerta, ju a jeni të mbështetur sa duhet te Zoti, a jemi të bindur në Zotin sa duhet apo jo. Ato adhurimet e zemrës, nëse i kemi në nivel, të jemi të bindur se këto tjerat kanë më konë puna e tyre shumë e lehtë. E dyta, në shpesh herë preokupohem ti ka mirë punë me filanin. Nëse i ki punë mirë me Zotin, patjetër se kjo ka mu reflektu edhe në lidhjet e tua me njerëz. Sa që në kaluamën, pak si i kanë likështu punët e tyre me Zotin, me njëherë i kanë vrejt në sjelljen edhe bashortës. A në anën tjetër, kur i ka punë mirë njëri me Zotin, padyshim se kjo ka me ndiku që mi pas punë mirë edhe me njerëzit. Edhe këshilla e tretë, ai i cili preokupohet me botën e përtejme. E menon çish ka me dalë para Zotit. A është i përgatitur sa duhet? A ka me peshorja veprave të mira më shumë, a peshorja veprave të gabune? Ka më dhënë libri, dorën e djathtë, dorën e majtë, çish po del para Zotit, e ka pas një mundësi të artë një të në kësaj bote, edhe për besim, edhe për vepra të mira, edhe për shumë çka. Aja ka dalë, asja ka dalë. Nëse që ta e ka brengën kryesore, Allah se lën këtë njeri me hup asë në dynja. Të arrim këto objektiva, që janë objektiva jetësore, të rregullojmë zemrën tonë, të rregullojmë raportin tonë me Zotin, edhe të menojmë ma shumë për ahiret, se për dynjona nuk kina të lënë mungi, amo për ahiret kina nevojë me menu ma shumë. S'po e zgjas ma shumë, Allah ju shpërbleft të njëherë, e ju nderoft, duke fillu prej organizatorëve, pastaj juve këtu të pranishëm. Zoti na bashkoft gjithmonë hajre.